Po vallai më kalo shpirti, më kalo zemra, dhe më thonë është rregullu zemra, edhe zemra po hjeka po povun. Atëherë shtrohet një pyetje, si ta qetësojmë zemrën? Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, padyshim se njeriu në jetën e kësaj bote ka rregulla, ka parime të cilat i ka vendosur Allahu i madhruar. Dhe ai që dëshiron të jeton i lumtur, ai që dëshiron ta kalon jetën pa vështirësi, pas prova të mëdha, dhe ai që dëshiron me dal prej kësaj bote mirë edhe me faqe të bardhë, duhet me jetu jetën sikur musliman. Nuk na takon neve, e as nuk na ka hije neve që thirremi se jemi besimtar musliman, ndërsa runa zot disa prej besimtarve i koordinon punët me shejtan, nuk i koordinon me Zotin. Për ata, Allahu te bareke ve taala kërkon prej nesh që dhe fundin ta kemi të mirë, ta kemi fundin si musliman. Dhe Allahu taala thot: Ja ejuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, dhe çka mos vdesni ndryshe, mos dini prej kësaj bote ndryshe, vetëm se duke qenë besimtar musliman. Andaj dikujt po i vështirësohet jeta, dikujt po i ndodhin disa sprova, dikujt po i ndodhin disa provokime, dikush po përgojohet, ndaj dikujt jetë po shpifin e kështu me radhë. Janë vllazën procese që s'kan filluar me neve, as nuk përfundojnë me neve. Është në natyrën e njeriut me u sprovue, dhe është në natyrën e besimtarit me durue gjatë sprovave. Po vallai më kalo shpirti, më kalo zemra, dhe më thonë është rregullu zemra, edhe zemra po hjeka po povun. Atëherë shtrohet një pyetje, si ta qetësojmë zemrën? Se kjo është e vogël kështu, me pasi trup është i vogël, është cop mishi, ama shumë është e rëndësishme në trupin e njeriut. Sepse është vend burim i të gjitha të mirave, dhe është vend burimi i të gjitha të këqijave që i bën njeriu në jetën e kësaj bote. E para, për me qetësu zemrën, me qenë rahat, është bindje e plot në Allahun, se Allahu na sheh. Çka do që na ndodh, Allahu na sheh. Çka do që flasim, çfarë do projekti që bëjmë, Allahu i dëgjon fjalët tona në atë projekt. Na dëgjon. Edhe çfarë do na mendojmë me bë, mirë apo keq, po edhe nëse se qesim jashtë gojës son, Allahu e din. Kush e ka këtë bindje, që çdo herë ka do që gjindet, Allahu e sheh, është rahat, është i smut. Çka ka nevojë me ju anku mjekut a shumë dorë tonë, po ma çare se zemra kum pas infarkte, po do me mshue arteret e valvulat e kodile, po mos u shqetësa më vëlla, apo të shes Zoti ty, po, apo ta shes zemrën tonë që është e tronditne apo e goditne me infarkt, me solën, po çka po mërzitesh? Pse? Se Zoti ka me bëu më të mirën për ty. Të dikush pa i vdeq, po me mira për ata u kanë me vdek, për çata Allahu ja ka marrë shpirtin. Se sta merr Allahu shpirtin ty, përveç se kur është mas miri për ty. Po i ri për vdeq 40 vjeçar, po se 41 me pas nejt, ish ras gjënahe, e din Allahu që ka pas këj me bo, e për të mirën e tina e ka marrë ma herët. Po ka mbarfni, krizë ekonomike, anena knena, shtajtimet e çmimeve, kjo apo ajo, këtë të realitet jenë. Pa peshe Allahu këtë gjendin tënde po, e çka po mërzitesh ti? Pse ti po mërzitesh? Edhe kur kështu i kallzon zemrës, që Zoti ti rregullon punë, Zoti ta shet gjendjen tënde, Zoti ta din gjendjen tënde, Zoti dëgjon hallet, fal më me Zotin tënd. Pse për mua ndodhin në trit, mos provu me smundje apo mos provu me humbje të pasunisë. Pse po don Zoti me tani pak zonin o bukurash. Po don Zoti me tani zonin e me lyp në esempë i Zotit, e me i kërku falje Zotit, e me u pendu tek Zoti. Sa me po fal më me Zotin tënd? Qysh me fol? Po fal më shqip. Në çdo kohë, po kur duhesh më ti? Në çdo vend, po ku duhesh më ti? S'ka te Zoti. Orari punës 08 16 09 17, s'ka kështu. Ta në jetën tonë Zoti është çka? Të prit ty. Kjo pra bindja e fortë.
Se çdo herë Allahu po na shef, e çdo herë po na dëgjon, e çdo herë po e din gjendjen tonë, kjo ta qetëson zemrën. Kur e din kështu qetësohet zemra, apo në rregull ka pra. E dyta, prej punëve që ta qetëson zemrën është angazhimi apo preokupimi me veten tonë edhe të metat tona. Me u angazhue apo me u preokupu me çka? Me të metat, me gabimet, me gjunahet tona, me lëshimet tona. E jo sigur të na veten e bën evilija, ky gjunahçar, ky bën këtë, ky bën ato, çka pe kështu bëlla punë të hallkut. Këshire mëre punët tua. Çka po të intereson ty? Çka ku mbleon, ku mbleon, sa kon çmimi, pse pe ngarkon zemrën tënde? Vjen njëri me një kërë shtrejt, pe hoq, qaj kushton 100.000 euro, që aty që parkun që është gjamis. Preokupohet, angazhohet, ka e murë kë, paret, qysh, a kesh, e pagujti me kart, a e pagujti në zezen, a mos e ka vila, mos e ka bo këta. Pse marrë për ngarkon zemrën tonë? Qika filanit ish martu e kishë shue, tash do të me këshyra, o shu për moral, a vjeli, pse breja që qiken, hej, para me nuk, kësë mëret me nejtë rahat, tu interesu për qiken e kojshit se ullshut për i burrit. Këtë jetëri e mur një pozit në qeveria, këtë di këto pozita politike zakonisht janë. E qysh më rriti bre, me cilën partike, pse speqesi, pse shtenën, pse kë boni pasoni, kësë mëret me nejtë rahat ton ditën, e ton natën, tu e këshyr, ka i mur kë, ka e mur që të pasoni, kësë është i zoti, po kënë shkollë, as fakultetis pa kujt me krye. Pa pse a lidhet risku me fakulteta? Me fakulteta tëre, këta doktorat ekonomista o dash me kom. Miliarderat, milionerat e natirë që ka poshtë anej. Po shumica për ty në doktorat ekonomist në është 10.000 euro nuk t'i ka në gjep apo në kënd. Andaj qka pra? Angazho, preokupov me punët e tua, jo me të hallkut. Sa ma pak me i ditë punët e huaja, zemra është ma rahat. Sa ma shumë i këqyrë punët e tua, i rregullon punët e tua. E treta, dhe me këto po e përfundoj, kush ta qetëson zemrën? Zemrën ta qetëson edhe një proces që nuk e dojnë fort, po ka me na orë pa tjetër. Pa tjetër. Qka kujtimi apo për kujtimi i vdekjes. Ape shevla, ti mënu është të në me i pas, po kur nalesh e me ndonë, shpresat jënë gjatër, njëri shpreson shumë. Lakmia është e madhe. E vërtetë që lakmojnë ajo, po? E ta nej, kur të menejsh vdekjen, ose kur të menojsh dikon që e përcillëm sot të vorët, ose dje, edhe i lak krejt, që të sohët zemrë të rrithët, se ty vërgjimi më rria s'nja. A ka dikush pej neve që të qësë lakmon diçka? Edhe unë e lakmoj, valla. Edhe ty lakmon, edhe se cili. Dikush lakmon për shemull me pa xhamin, me xhamat ma shumë, në këtë rast unë edhe kolegët e mi. Dikush tjetër, biznesi pak mi ushtu do të zero atina nishit se i kam ri, 100.000 po edhe një mjasht, tu tane po bot 1 milion, edhe një mjasht po, ato s'nalen zero, kur, s'ngopesh. Dikush autoritet, fam, në publik, në media, çdo natë, kur s'ngopet. Dikush tjetër në familje, dikush tjetër të shoh që ta fëmija po bohet me ta. Pse ti mos me i poti as për shes zotja, a ti po i garanton këta? Valla, s'ka pas qef me vdek edhe pak të të mbohen qëta nipa qëto mesa, të i të bohet që kjo rrugë, që një rrugë që ne këtë grupe e kena, të i të bohet që kjo të i të bohet, i sa njeri o dek pa i nreq rrugë, e pa i prit nipat e mesat, e pa i prit ata, e pa i prit ata. Kështu qka, kujtoj e vdekjen. Kujtoj e vdekjen e kjo qka, kjo t'i prish, krejt ato planet afatgjate, se na bojna plane afatgjate, bojna pasuria afatgjate, projekte afatgjate, kur të këshysh. Sa po do t'i me jetue? Kjo me planet e veta, kjo e ka 600 vjetë. Dhe ty kush ku për din ti, po qashtu po kalzon, kjo planet i kam këta, ato dhe 600 vjetë së realizohet. Kjo tjetër do plane, do projektet mëdhaja, sa ka me jetu që kjo? Kjo ka me jetu 6.000 vjetë. Për din mërti 6.000, qysh po sinan kjo, këto zbanë edhe 6.000 vjetë, vëllat. E vjen vdekja thët qka të godet tek, edhe t'i ndërpret krejt. Për ata me t'i këput, apo me t'a prej rrugën e që ty në lakmive të mdhaja, projekteve të gjata, apo shpresës, se pa fundshme është vdekja i laçi majni. Kër e venën, që ki me ilon krejt, edhe asen s'ki me marrë me veti, ki me shguel, në vali, lagoriq, me një qefin, me një qarshaf që e shtojnë që të përmi krevet, me që ato të pështjel ki me shku tek Zoti, e ka me met krejt ka, atëre qka i thu veti, po shamar e rabi Zotit, mos unë ngarka,
mos u ngarko se pilejshë e krejt nesër. Për ata, jo çdo herë, rrallë herë në formë këshille. Në formë këshille, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë xhamatit, plotësoni, drejtoni safat, afrohuni, bashkohuni, mos e bëni këto, mos e bëni ato. Në fund, ç'a ju ka thonë xhamatit? Ç'a ju ka thonë xhamatit? Wasallu salaten muwaddi'. Faleni namazin sikur me qenë namazi lamtomers. Nuk do të më thonë xhamati çdo ditë, po ka herë do të më aqit më se kanë herë xhamati pas xhanohen namaz, po i mohon me atje sa hypi euro, sa ra dollari, nafta atje ngushtica Hormuzit, filani, marrveshja. Çfarë zgjat Allah po ti namaz i me Zotin? Ja 4-5 minuta në falë aty lidhëm me Zotin. E më u kujtu ka herë do të xhamatit, më thon vllazë falë namazin. Pse ku pe dim na për dikon prej neve, na shta për mua, çe për mua, po flas për veten tan. Na shta është xhamoja e fundit. E qysh du të me bo xhamon e fundit, du të me bo mas miri, me falë njëren më të mirë. Edhe për dikon prej xhamatit mundet me qenë kjo xhamoja e fundit. Andaj kryje pra, çdo punë që e bën të mirë, kryje sikur me qenë e fundit. Edhe mundo me dalë faqe bardhë. Nëse kështu e ki qëllimin, qetësohet zemra, shkputen shpresat, shkputet lakmia, largohet. Ato projekte 100 vjeçare, që do të bëhet me Evropën, që do të bëhet me ato, që do të bëhet me këto. Projekte, plane që veç Zoti i din. Andaj e lësë Allahun që këto zemra të trazuara, apo nga pak të lënduara, na i qetëson me këto 3 vepra, këto 3 punë që i përmendëm, e dietarët kanë përmendur edhe shumë të tjera.